Profesor doktor Theodoros Theodhulilis, rektori i Universitetit të Maqedonisë Perëndimore dhe profesor doktor Eleni Griva, zëvendës rektore për marrëdhëniet ndërkombëtare, në të njëjtin universitet janë vlerësuar sot me titullin doktor honoris causa nga Universiteti i Gjirokastrës. Të dy akademikët kanë vlerësuar bashkëpunimin mes dy institucioneve, i cili pas një dekade u kurorëzua edhe me çeljen e programit në doktoratur, edukim dhe shkenca humane. Për mua veçanërisht është një nderim i veçantë të marr këtë titull nga një universitet me të cilin bashkëpunojmë prej vitesh. Edhe në fjalën që mbajta theksin e vendosat e rëndësia e universiteteve vendore në ndërtimin e komuniteteve të qëndrueshme akademike, të hapura ndaj bashkëpunimit ndërkombëtar dhe përgatitjes së brezave të rinj me vizion europian. Është nderim i veçantë që të marr këtë titull në Universitetin e Gjirokastrës që lidhet me bashkëpunimin 10-vjeçar mes dy universiteteve. Gjatë këtyre viteve kemi bërë veprimtari të llojeve të ndryshme dhe kjo arriti kulmin në hapjen e programit të doktoraturës, i cili besoj do të jetë një model për të gjithë bashkëpunimin midis dy vendeve fqinj. Bashkëpunimi në këtë fushë do të krijojë mundësi të shumta bashkëpunimi në fushën e kërkimit dhe zhvillimit, sidomos në atë ndërkulturor, dhe do të ndihmojë jashtëzakonisht shumë në ndërkombëtarizimin e Universitetit të Gjirokastrës. Ky titull akordua me vendim të Senatit Akademik të Universitetit e Qrem Çabej në vlerësim të kontributit të tyre të jashtëzakonshëm në arsimin e lartë dhe në forcimin e bashkëpunimit akademik ndërkombëtar. Dy këto personalitete që marrin sot titullin doktor honoris causa e meritojnë me plot kuptimin e fjalës, për shkak se ata kanë qenë shumë të gatshëm për të realizuar një doktoraturë të tillë. Të kemi parasysh faktin se kishim shumë vakume ligjore të dy vendeve për të arritur në një konkluzion dhe për të dalë mbi këto pengesa burokratike për realizimin përfundimtar të kësaj doktorature. Është vërtet një sukses shumë i madh në kuadrin e ndërkombëtarizimit të universitetit, jo vetëm Gjirokastrës, por është një sukses mbarkombëtar në ndërkombëtarizimin e universiteteve shqiptare. Ceremonia u ndoq nga përfaqësues të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit të Shqipërisë, autoritete vendore, përfaqësues diplomatik, staf akademik dhe student.